Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 19 mars 2026. Kemi një ditë mjaft të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me takime, bisedime të rëndësishme, por vallë sa është e mundur që të dilni të fituar në çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë. Kemi diçka mjaft pozitiv, sepse data 19 mars ndodh hënëre në shenjën e peshqeve. Një moment veçanërisht i fuqishëm në botën e emocioneve tona, ëndrave, intuitës son. Këndi i saj më i afërt është jashtëkëndshi me Uranin në shenjën e Demit, gjë që bën ideale për të filluar një punë ose për të menaxhuar jashtëzakonisht mirë një biznes apo marrëdhënie të vështirë ta rregulloni.